Fatimja, mrekullia e Islamit, e marrë nga një fjalë e Imam Khameneit në rastin e lindjes së zonjës së grave të botëve, paqja qoftë mbi të vitit 1428 Hijri. Ajo është një mrekulli e Islamit që arriti një pozitë të lartë dhe u bë zonja e grave të botëve. Nga Ibn Abbas transmetohet se një ditë i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ishte ulur, ndërsa pranë tij ishte Aliu, Fatimja, Hasani dhe Huseini, paqja qoftë mbi ta. Ai i tha: "O Allah, ti e di se këta janë familja ime dhe njerëzit më të dashur për mua. Prandaj duaj ata që i duan ato, urrej atë që i urren ata, mbaj për mik atë që i merr për miq, bëhu armik i atij që u bëhet armik, ndihmoje atë që i ndihmon ata dhe bëj të pastër nga çdo ndotje, të mbrojtur nga çdo mëkat dhe përforcoj me shpirtin e shenjtë." Pastaj tha: "O Ali, ti je imami i ummetit tim dhe pas meje je zëvendësi im mbi ta. Ti je udhëheqësi i besimtarëve drejt xhenetit. Unë po e shoh vajzën time, Fatimen, ditën e Kiametit, duke ardhur mbi një deve drite me 70.000 ëngjëj në të djathtën e saj, 70.000 në të majtën, 70.000 para saj dhe 70.000 pas saj, teksa i udhëheq gratë besimtare të ummetit tim drejt xhenetit. Dhe çdo grua që fal 5 namazet e ditës e të natës, agjeron namazin, bën haxhin në shtëpinë e shenjtë të Allahut, i jep zeqatin e pasurisë së saj, i bindet burrit të saj dhe e merr Aliun për mik, pas meje hyn në xhenet me ndërmjetësimin e vajzës sime Fatime. Ajo me të vërtetë është zonja e grave të botëve." I thanë: "O i dërguari i Allahut, a është ajo zonja e grave të botës së vet?" Profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, tha: "Ajo pozitë i takon Merjemes, bijës së Imranit, kurse vajza ime, Fatimeja, është zonja e grave të botëve nga të parat deri te të fundit, dhe ajo sa herë që ngrihet në mihrabin e saj e përshëndesin 70.000 ëngjëj të aftë dhe e therrasin me fjalët me të cilat ëngjëjt e thërrisnin Merjemen: "O Fatime, Allahu të ka zgjedhur, të ka pastruar edhe të ka zgjedhur mbi gratë e botëve." Këto ishin fjalët me të cilat përshkruhej Fatimja si zonja e grave të botëve. Megjithse jetoi vetëm pak vite, ajo i tejkaloi të gjitha gratë në madhështi dhe shenjtëri përgjatë gjithë historisë së njerëzimit. Cila ishte ajo energji dhe ajo forcë e thellë e brendshme që brenda një periudhe kaq të shkurtër e shëndëroi këtë njeri në një oqean të pafund të dijes, adhurimit, shenjtërisë edhe përsosmërisë shpirtërore. Vetë kjo është mrekullia e Islamit.